Të dashur dëgjues, vazhdojmë me historitë e mëtejshme, ku ajo çka mund të na duket e habitshme nga shumica e popullsisë, është fakti se përdorues të drogës nuk janë vetëm njerëz të thjeshtë me probleme dhe pa shumë të ardhura, por në fakt, ditët e sotme, përdoruesit janë të shumtë, duke filluar që nga personat me nivel të ulët shoqëror e deri te personat me të ardhura me poste të rëndësishme në shoqëri. Siç është ai stomatologut, i cili ka ndihim të drejtë për drejtë me jetën e njeriut. Historia në vijim është ajo një dentisti i cili në pamje të parë nuk i mungon asgjë, por ja si arriti deri në përdorimin e drogave. Aktualisht jam 33 vjeç dhe zotëroj profesionin e stomatologut. Do thoni ju, po mirë ç'lidhje keni me përdorimin e drogave, kjo si ka mundësi që po flet për një temë si varësia nga drogat. Po është e thjeshtë, shumë e thjeshtë. Kokaina për mua nuk është diçka që shumica e njerëzve, siç e kanë pamundur ta përmendin, jo më ta përdorin. Unë e them me plot gojën se nisi si diçka e qefi në momente pushimi nga puna, por me sa duket më është bërë e pandashme. Tani që kam filluar ta kuptoj se nëse nuk e konsumoj në darkë, nesër mëngjes në punë nuk jam fare i përqendruar, madje ndjej se shpesh dhe organizmi më kërkon dhe nuk ndihem njësoj pa të. Normalisht që jam shumë i vetëdijshëm si për pasojat, ashtu edhe për pjesën e varësisë, por që me sa duket krijova shumë lehtë kjo varësia, sepse e di që kam arritur në atë pikë. Thjesht më shëllova me faktin se jo vetëm ky pozicion i punës i imi, por çdo post, aq më tepër politikanët kanë nevojë për të. Paktën kështu kemi dëgjuar. Për pak harrova të them që jo, nuk ndikon keq për punën time, paktën. Aq më pak në jetën e njerëzve, pa merak. Kështu shpesh kujtimi i dentisti, i cili me sa duket është i vetëdijshëm për efektet dhe pasojat e drogës, por ndihet mirë me përdorimin e saj dhe siç e shohim as pak i penduar.